këtu ka nga të tarat rritje çmime ka. Juve detyroheni të shkoni drejt Tiranës? Në Tiranë shkoni shpesh? Jo, nuk shkoj shpesh. Për halle familjare apo edhe për shëndet? Po e di mirë ata që kanë halle dhe kosurët janë të popullit. Kjo është e gjitha. E shikrim. Pastaj çudi njerëz ti, naftë prodhohet këtu, naftë me shtrenjtë të tërëve. Nga sa dëgjojmë lajmet, tërë komshinjt që kemi këtu në përkufit kanë më lirë. Ne më shtrenjtë. Kemi standard më të lartë jetese ne kështu? Urdhra? Standardi jetesës sonë është më i lartë? Më i lartë, standardi jetesës, mos folë me birë. Kutëve me poshtë. Poshtë, shumë keqë. Dhe mos pensionistët, është gjë e rëndë, pak. Shumë keqë. Faleminderit. Gjithë të mirat. Jeni të Ka detyruar të shkoni? Ne jemi detyruar se ne kemi njerëz, jemi të sëmurë dhe ashtu, pa aman edhe me këtë naftën, sidomos për moshat e vjetra, që jemi si neve në moshat e mesme, neve duhet na pajisin edhe me kartë, jo që në çmimin e naftës. Është rritur jo vetëm nafta, por në të gjitha produktet kemi rritje të çmimeve. Sa ndikon tek ju, duke qenë se jeni dhe pensionist? Neve në premtimin a bet, do t'ju ngrejmë pensionin. Tani, në ngritja e pensionit, neve në ngrejë çmimin e ujit, çmimin e dritave, edhe nga më ngritu pension, qa pensionit ka ngritu? S'ka ngritu as pension asgjë. Deri më sot. Kështu që edhe nafta, njerëz do të qarkullojnë, do të shkojnë ande, do shkojnë këte, do punojnë tokën. Nafta, jo se s'ka naftë. Ne kemi naftën tonë dhe s'kemi nevojë fare për naftën që vjen nga jashtë. Po e shesin mbushi xhepat e tyre, edhe neve ngelimi prapë ata që kemi qenë. Thuhet që nga ana e transportit do ketë edhe reduktim të linjave, duke qenë se është rritur çmimi i naftës. Juve do detyroheni të prisni në radhë? Unë tani kam patur një farë besim, tani e tutje unë nuk kam besim fare me këto që bëjnë këta. Urdhro kam 4 orë për një shërbim atje edhe nuk shërbehet. Tani hajde se kjo dhe udhëtimi dashka se po e kena autobuse, po rinë autobuset pa punë dashti, se nuk e përballon dot shoferi autobusit. Neve ngelemi pa shkuar asikund. Kjo është të gabim se nga nafta vinë të gjitha. Duke ditur që kemi gjithë këtë prodhim. Ndash në të bujqësore, ndash të industrialet, neve marrim nga jashtë. Përse? Vërtet, ne do të marrim nga jashtë, po do të marrim atë që na duhet, jo atë që nuk na duhet. Jo, ne do marrim të kemi me tonelata, ka Albenidhen për kanalet, ne marrim na Serbia na ajo. Edhe çmim tepër të lartë? Po, çmimi po, aty është loja. Loja aty është tek çmimi. Që ngrej çmimi, gjoja sikur ngrit, nafta, ndeja, gjoja sikur ashtu edhe kur vjen puna, para i marrin po ata që kanë marrë. Ju jeni pensionist, sa e keni pensionin? Po sa e kam pensionin me gjanë, unë pensioni im të vi 2 në kohë që s'kam lekme. Po si ja bën gjatë gjithë muajt? Se shpenzimet janë të mëdha për medikamente. Unë marrë 150.000 leka. Po jam me gjithë grua se grua nuk me pension. Marrë 150.000 leka. Tani, se qarë do të ha, se të ashtu, tani del dhe një teori tjetër, ke dhe djemë të jashtë. E djemë të kam jashtë, po djali ka shpim vete. Unë tani vete do vete të marrë një certifikat, unë nuk figuroj fare me djemë. Ata kanë familjen e tyre, nuk kanë të më shërbejnë mua. Faleminderit. Edhe kështu që... Vini shpesh drejt Korçës apo edhe po Gradecit edhe Tiranës? Ka pasur rritje të çmimit të biletave? Shumë ka pasur. Sa ka ndikuar kjo tek ju? Diko në xhepato, diko me tëra kjo problemi këtyre. Unë në Tiranë se kam duar se më në spital Tiranë, edhe atje kam e sot kësaj dite, edhe beje që karta për Greqia. Je i smurë?
dhe detyrohesh të shkosh në Kam Tiranë. operuar edhe syne, në e kam operuar unë Tiranën, e groni kësha shpa. Është ngritur shumë kjo punë e naftës. Ju jeni pensionist? Unë jam pensionist dhe marr këtu, pension dhe për bëj kartët për në Greqi, tash se kam punuar në Greqi. Po me këtë pension që ke këtu, është i përballueshëm duke qenë se Si edhe të- bileta po rritet. Kam Pa marrë parasysh edhe çmimet e Dere tjera. çmimet, mos pet për çmimet e tjera, mos pet për çmimet sa janë ngritur. Me 20.000 lekë të marrësh 3 gjara të marrësh, kaq. Një. Pastaj me 180.000 lekë, 10.000 lirë tonë, 180.000 lekë, 181. 181. Çfarë të përballosh? Hajde. Si do të bëj? Ngri këto, tëra ngrihen. Pensionet s'kan dikuar gjikundi. S'dikon as në një mënyrë jo. Ju thatë që shkoni në Tiranë për hall, deri diku. Për hallë se për Po thuhet që do ketë edhe reduktim të linjave që punojnë në drejt Tiranës. Sa vështirësi do sjell kjo tek ju? Detyrimisht edhe ti jesh do sjellë shumë vështirësi të madhe se. Të lej qati aty, qati që vesh Tiranë, do zesh maqin prap. Ajo ndikon se kur ishtem përpara të zbrisin aty ishte më mirë se vinje më kemë një vërdalë. Përsa tash të lej këte aty, duhet ikish më kemë, jo më kemë, se më kemë si do më falë. Do ikish më... Të marrësh një mjet tjetër. Mjet tjetër, do të duhesh marrësh mjet tjetër, po sjellje mjet tjetër gjërë këtu prap. Edhe kështu që nuk po shkon puna fare mirë. Jo kaq. Ja ku është Kosova. Sa çmimi, ja pjesë. Shpejt shumë. Ngri Rama, ngri. Socialist kemi qenë. Kam qenë, socialist kam qenë. Ba. I pa kënaqur fare. I pa kënaqur në kështu. Ikim. Faleminderit. Derdi için. Derdi için.